في المؤمنين الصادقين رجال. Pyetja e parë që ka arritur është ban pyetje për një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili quhet hadithi Al-Qamas. Thot, më intereson të di shkallën e hadithit, të dëgjuar shumë herë në ligjëratat të shumë hoxhallarëve, në veçanti kur bëhet fjalë mbi vlerën e respektimit të prindërve, apo ndëshkimin mbi mos respektimin e prindërve. Pra hadithi është një fjalë, një hadith i ndëgjuar shumë herë dhe shpesh herë, që kinë se Al-Qama ishtë një gjalosh që jetoj në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thuhet se Al-Qama është Samur. Dhe të pranishmit i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: O i dërguari i Allahut, Al-Qama është Samur. Dhe parisi që e pam që është Samur, ne të gjithu përpiqem që kujtojmë fjalën la ilaha illallah. Megjithatë, Al-Qama se në shqipton të fjalën la ilaha illallah. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ftoi nanën e Al-Qamas dhe e pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nanën e Al-Qamas dhe i tha: "Çfarë djali është Al-Qama?" Nana e Al-Qamas u përgjigj dhe tha: "Djali im është një djalë që agjeron, ban namaz dhe ban vepra të mira. Megjithatë unë jam i hidhëruar me ta." E pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Pse je i hidhëruar me ta?" Thot: "Nga se e favorizon apo jep përparësi gruas së tij para nonës së tij." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast porosit Bilalin dhe i thot: "Ja Bilal, mbledh drunj që të dhezmi një zarm dhe ta gjegmi Al-Qaman." Atëherë nona ndërhin dhe thot: "Si të gjigjet gjali im para sinjve të mi? Ai është gjali im, ai është shpirti im dhe kështu me radhë." Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot: "Përderisa të ka hidhru, përderisa gjali it të ka hidhru dhe gjali it i ka dhënë përparësi gruas para nonës, ai do të gjegjet në zjarr." Dhe thuhet se kinë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është betu në Allahun se nuk ka për të hinë në xhennet derisa të jesh i kënaqur ti me djalin tan. Atëherë nona thot, ndërhin dhe thot dhe përgjigjet se dëshmon Allahu dhe dëshmo o ti, o i dërguari i Allahut. Dhe le të dëshmojnë të pranishmit se unë ja kam fal dhe jam i kënaqur me djalin tim. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dërgon Bilalin që të vëren si është gjendja e Al-Qamas. Dhe përderisa mbrin Bilalin në dera e tij, dëgjon Al-Qaman duke shqiptu shahadetin. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porosit të qefinoset, të varroset dhe pastaj porosit që gjem të i respektojnë prindërit. Pra shkurtimisht, kjo është hadithi që na u transmetohet, se kinë se shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është pengu të shqipton shahadetin për shkak mos respektimit të prindve. Dhe kjo hadith shfrytëzohet apo përdoret në gjuhën e shumë ligjëruesve në për ligjëratat e tyre. Cila është vendimi shariatit apo i muhaddithëve rreth këtij hadithit? Ibn Jauzi këtë hadith e konsideron prej haditheve të rrënjshëm. Po ashtu dhe Sheikh Albani e konsideron prej haditheve në grupit të dopt. Pra ky hadith nuk është hadith që nuk vlen të konsiderohet si hadith dhe nuk vlen të përdoret në për ligjërata, për shkak se ne kemi shumë argumente të tjerë të vërteta që mjaftojnë të përdoren për respektimin apo ndëshkimin mbi mos respektimit të prindërve. Kemi hadithe që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Përse ti lëm hadithet e vërteta dhe të vrapojmë apo ti përsërisim hadithet e rrënjshme, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: ai i cili më vesh një hadith që nuk e kam thonë, le të përgatitet për një vend në xhenem. Pra kjo hadithi Al-Qamas është hadithi dopt që nuk vlen të përmendet Allahu azza wa jalla më mirë din.